vjet, mbaj mend, erdha dhe bëra një monolog që gjatë gjithë kohës, pothuajse çdo 4 fjali thoja jam shumë i shqetësuar sepse gjithë vitin njerëzit më thonë sa e shnosh, sa e shnosh. Këtë vit jam dobësu. Si mos dobësohesh më? A do tërmet? Covid. Stres i stres. Gruaja po gruaja. Normal që stresohesh. Dhe ajo që po më ndodh në fakt të vit është që si të gjithë artistët fatkeqësisht nuk është se kam pasur një aktivitet kush e di se çfarë. Kur më mori telefon Visari dhe më tha Romir, ç'a bëhet mirë, si ke qenë mirë? Ç'a keni gjon në dorë? Vallai thash Visar në dorë ato e majt po dim ku ta çojmë, pse si është puna. Po ja tha që të vishta për festivalin e stand-upit, patjetër thash do vi se s'bën. Unë do vi thas se s'bën. Edhe erdha dhe sot kam vendosur t'ju them një shqetësim timin, qofse vjet më thoshin sa e shnosh, këtë vit të gjithë më thonë sa budall që je. Po e dëgjoj shpesh, po thuaj se nga të gjithë. E dëgjoj edhe në rastet më banale, për shembull para 2 ditësh më thotë i shok, sa ftohtë është për budall. Thash më fal, se është ftohtë pse që kam budall unë nuk e kuptoj. Megjithatë ka filluar të pëlqej, doti se me thënë drejtën akoma se kam ndarë dhe kam qef të ndaj këtë natë me ju, sot si është mirë, ti jesh budall apo të mos jesh budall? Po, ti jesh, sigurisht që ti jesh, ja u shpjegoj unë pse. Përveç njerëzve të gjithë, si që thash, më thonë budall, por më shumë më thotë sa budall që je, ose sa trap që je, më shpesh më thotë gruaja, sigurisht. Gruaja më thotë me përkëdheli, sigurisht, nga dashuria që kam për të, gruan e kam këtu, është pranë nesh, një duar trokitje për gruan time. Para se të vazhdoj, do t'ju them një gjë që është jashtë skenarit. Kur e shkruajta këtë monolog, mbasi më mori Visari dhe çka ke në gjendor, kur e shkruajta këtë monolog, unë kam një zakon që mbasi e shkruaja jap gruas që ajo të ma konfirmoj. E mori gruaja, e lexoi deri këtu ke kjo që sapo ju thash, dhe mbasi lexoi, gruaja ime më thot gjithmonë budall me përkëdheli, u kthye nga unë, qeshi, ma bëri njërë kështu. Pas e kaloi faqen e parë, faqen e dytë, faqen e tretë, faqen e katërt dhe nuk qeshi më. Kështu që kam një merak, kam një emocion, nuk e di se si do meci sot monologu. Gjithsesi, po thoja, më thot gjithmonë sa budall që je. Herën e fundit për shembull, më rastit se të më thot sa budall që je, sepse kisha dalë në treg bashkë me gruan, bashkë me djalin, po vini vërdall, djali ka një zakon shumë të keq. Djali gjithmonë pyet për çdo gjë, çfarë do të thotë kjo, çfarë është kjo që është shkruar këtu, po kjo tabela këtu, po kjo çfarë do të thotë. Një herë për shembull kur ka qenë i vogël, diku në një mur lexoi ke këto grafitit, lexoi që kishin shkruar Fuck. Edhe erdhi dhe më tha, po ishte shumë i vogël, tha papi, e lexova aty, çfarë do të thotë Fuck? E pash, çfarë ti thosha? Dhe thash, baba, ka ndash me shkojt Fluck, po ka naru me shkojt lën aty, thash, prandaj është vetëm Fuck aty. Edhe aty tek tregu, se lexo këtë, lexo atë, më në fund, se çpa ishte një burr, ishte ulur një kuti kartoni, edhe kishte ca vezë përpara, edhe kishte vënë një tabel kartoni ku shkruante vezë fshatari. Tha babi, tha, çfarë do të thotë ajo vezë fshatari? Thash, i bën fshatari vetë, si duket i thash, edhe i shet. Tha gruaja, sa budall je, pse e kaq trapë, sa trap që je. Tak çuni e kapi u kthye nga unë, tha papi, tash ti, trap është mirë apo është keq? I thash, bab, trap është shumë mirë. Sepse kur kam qenë i vogël sa ty, sa herë dilja shëtitje me babin tim, dëgjoja babin që thoshte, ai trapi aty ka prona. Ai trapi aty, ai ka 4 shtëpia. Po ai trapi ka ja 2 makina. Dhe me thonë drejtën bab, qysh i vogël kam dashur të bëhem trap, po nuk po bëhem dot. Po shkoj 50 vjeç dhe vdiqja të bëhem pak trap, po s'po bëhem, nuk po bëhem. Sigurisht i thash që trap është mirë. Trap është shumë mirë. Edhe hajde mos u streso po deshe. Po ju thosha, tërmeti, gruaja, trap këtej, trap andej, Covidi. Mu kujtu tërmeti, tërmeti. Këtu ke ju se qëra para ca ditësh, apo jo? E ndjet? Unë e ndjej për ditë që kura i madhi ati ke ne. E ndjej këtu në mbas trurit vogël. Po ajo natë, sidomos ajo natë ishte e të mërshme, sepse atë natë
Atë natë u tund i gjithë pallati jon, unë kam shtëpi në 40 edhe kërciste pallati si me qenë Titaniku. Edhe një moment më del gjumi dhe ashtu si qisha shkoj me vrap tek dhoma e fëmijëve aty tek dera dhe ulras. Çori, ikni, ikim të zbrazin. Edhe çojnë kalamaj dhe zbrazin, po shqyr që fëmijët e morën pas stres, nuk u traumatizuan. Biles, sot e kësaj ditë më thonë, babi, ne nga nata e tërmetit, do ta mbajmë mend gjithë jetën një fotografi tënden. Ti lakuriq që vetëm e brek, ke dera e dhomës gjumit që thua çori. Pra fëmijët e mi nuk janë traumatizuar fare nga tërmeti. Mund edhe të ishin traumatizuar se zakonisht unë flep pa brek. Atë natë qilloj që isha pak i veshur. Zbritëm mbasi mbaruan ato tronditet e tmerrshme, zbritën poshtë pallatit dhe ku shkojnë shqiptarët mbasi bie tërmet. Futen te lokali poshtë pallatit. 1 orë, 2 orë, çfarë pune i ka plas atij atë natë? Ora 2-3 mëngjesit po shkonte ai pshiste pafund. Thotë gruaja, si do e bëjmë, do ta gdhim se mund të bjerë një tërmet tjetër. Unë thash ta gdhi. Unë të flene për makina me patania, me më thash qogru, do ikim flejmë shpi, thash, atje ka 10, atje do ikim. Gjitemi lartë, sa pa shkunduru në batanien nga Suvaja, ja dhave njërë, po. Dhe më e bukra është, sigurisht, më e bukra, është mënyrë të thani më e bukra, se s'është e bukur, po fatkesia më e madhe është që ato lëkundje vazhduan dhe si që dëgjova më vonë, ne kemi pasur dhe nga 4.000 a 5.000 të tjera mbas asaj të madhes, por më e bukra, dhe kjo është e bukur. Në një prej këtyre lëkundjeve të forta, dëgjoj një specialist në televizor që thotë mos krijoni panik, nuk është tërmet. I thash, po ç'është, ta dëgjojmë. Është pas lëkundje. Nuk e di ju këtu, po ne në Shqipëri tërmetet tashmë i quajmë pas lëkundje. Është pas lëkundje, tha ky specialisti, sepse tha, po stabilizohen pllakat, tha, janë 2 pllaka, ora thash interesiti, mos nuk po më stabilizohen pllakat e banjos akoma, thash ti më thua pas lëkundje. Thash mu që ka budallë, thash, ky që ka trap komplet. Megjithëse kemi ato shprehet neve, se më kujto për punën e budallikut dhe për punën e traplikut. Populli ynë i zgjuar dhe liridashës kanë nxjerrë lloj shprehes për këtë punë, për shembull, trap, po ca gjëra i kap, ha? Pra do të thotë që trap do të thotë është mirë, apo jo? Edhe në këtë rast po thoja për specialistin, po ky që ka trap thash, ky që ka budall komplet. Tha gruaja, po interesit apo jo specialisti, i thua budallati aty. Budalla pra thash se hedh një gur në lum, thash një budallave, shkojnë 10 të zgjuar mbrapa, ha? Prap një shprehje e urtë popullore, që do thotë që budallai është i zgjuar, hedh një gur, edhe të mençurit shkojnë në mbyten aty mbas atij. Kështu që hajde mos u streso, po deshe e sigurisht pasaj mbas tërmetit erdhi dhe pandemia gripi kinez, apo jo, gripi kinez. Gjithmonë se erdhem gripi kinez, më kujtohet ajo, e dini barsaletin më të gjatë në botë? Erdhën kinezët. Vetëm se ne gripin kinez nuk na e sollën kinezët, flas ne në Shqipëri, se në Shqipëri ju e mbani mend hyri pak vonë. E zuri Italinë, e zuri Greqinë. Në Shqipëri nuk po hynte që s'po hynte, biles mbaj mend OPSH-ja atëherë thoshte shqiptarët nuk i zë, sepse shqiptarët janë imun. Ne nuk jemi imun, ne jemi majmun. Neve gripin na e solli një shqiptar, sigurisht. Pacienti 0. Ishte njëri me inicialet VK. Bashkë me jatin. Jati kishe inicialet RK. Të dy këta kishin vajtur me pushime në Lombardi. Mu në mes të epiqendrës, toksore me makinë, vajtën bën pushime, erdhën, edhe na e sollën gripin dhe sigurisht që na e bën peshqesh. Por, gjithsesi, filluam të mësojmë ca gjëra prej pandemisë, filluam të mësojmë ca gjëra prej këtij gripi të famshëm. Për shembull, simptomat e para, besoj ju i dini, janë djerës të ftohta, mbledhje, domethënë dhimbje gjoksi, rëndimi i kapakëve të syve, dhimbje koke. Edhe po i lexoja këto simptoma dhe kthehem nga i me shoqe dhe them, seriozisht, këto janë simptomat e gripit apo janë simptomat
Po ç'ko vit më këto janë simptomat e çdo burri të martuar. Ose herë diskutoj me gruan ose të themi në thonjza më kërkon në llogari për ndonjë gjë, kështu më shkojnë djerës të ftohta, kam hidhim i gjoksi, më rëndojnë klapat e syve, koka më dhem shumë. Nuk ka mundësi të jenë simptomat e Covidit to. Le pastaj këshillat, do më falni sepse këto i kam të shkruara nga që janë këshillat të arta, këshillat e OBSH-s. Po mirë ma, i thuen, më fal, alo, OBSH-ja, a i thuen këto këshilla shqiptarve, urdhë, këshilla e parë. Mos të merrni antibiotik pa rekomandimin e mjekut. Seriozisht e keni? Po ne shqiptarët një dhimbje të lehtë balli të kemi dhe ne po nuk pimi grusht me paracetamol, me ibuprofen, me tetracyklin, ne nuk e quajmë. Ç'është kjo? Pse këshilla është kjo? Apo këshilla tjetër? Produktet made in Qina nuk janë të rrezikshme. E po shqyr, unë 90% garderobës ime të rrobave e kam made in Qina. Po të ishin të rrezikshme, pastaj i bite që ne dilishim ta kuriq rrugëve. Kështu që shumë mirë kjo këshilla. Këshilla tjetër, lani duart shpesh. Seriozisht e keni? Seriozisht e ka OBSH-ja këtë këshillë për shqiptarët? Po i thuhet shqiptarëve vetëm lani duart shpesh? Po thuaj më lani dhe këmbët, po launi edhe të tërë, po të lanë, se s'është puna vetëm këtë duart. Pastaj, përsa i përket kësaj këshillës, lani duart shpesh, unë kam vetëm një problem të vogël, unë këtë këshillë nuk di se si ta zbatoj vetëm në një rast. Edhe jam kurios të di dhe ju si e keni zgjidhur. Jam kurios, ju, meshkujt e kam fjalën, kur i lani duart, para apo mbasi urinoni? Unë e kam zgjidhur për vete. Unë i laj midis. Provojeni. Kështu i edhe në rregull me këshillën e OBSH-s. Apo një këshill tjetër, mos prekni me duar syt, gojën, hundën. Një sekond. Syt, gojën, hundën, mos i fusni fare gishtat as në sy, as në gojë, as në hund. Okej. Po mbasi ti lash duart, mund ta prekësh hundën? Po më fal, po mund t'i thuhet shqiptarit kjo, mos e fut gishtin në hund? A mundet shqiptarit rri pa e fut gishtin në hund? Sidomos kur është përpara semaforit. A mundet? A ka mundsi? Sigurisht që kjo nuk rri. Se më kujtu, në lidhje me këtë këshill. Këtë këshill për shembull ja jep shumë shpesh mësuesja djalit tim. Djali im ka filluar shkollën, një çik me siklet, po e ka filluar. Mi po i bytën mësuesit. Edhe erdhi djali tim dhe më tha, mësuesja tha, sa herë fillon shpjegimin, thotë, mos i fusni gishtat në gojë, mos i fusni gishtat në gojë. Dhe nuk e kuptoj, thot papi, pse më thot mos i fusni gishtat në gojë dhe këtej lëpin gishtat thotë edhe hap faqen e librit. Vazhdoj me këshillat e tjera. Mos pështyni për tokë. Kjo është këshill tamam për shqiptarët. Mos pështyni për tokë. Po sigurisht, pse ku do pështym në ajër? Po ku mund të rri një shqiptar pa pështyrë në tokë? Para ca ditësh pash njërin që po pështynte, edhe si isha nga makina, se isha makinë, shqyqyri që isha makinë, thash, ç'a bëmë, ku pështym, thash. Po ku pështym, thash, ku pështyn? Po tha, po tash unë tha këtu afër kazanit plerave jam, tha, kështu që prandaj pështyva. Nuk mund të rrim neve. Nuk e arrim dot në as të këshill. Dhe këshilla e fundit, kafshët nuk e përhapin koronavirusin. Ja këtë të kishin thënë qysh në fillim. Me gjithë të kafshë që kemi rreth e për qark, problem është mund ta përhapin koronavirusin. Mbaj mend për shembull, mbaj mend në një rast isha përpara semaforit, kisha gruan sigurisht këtu në ke sedila pasagjerit dhe përballë meje ishte një tip në makinë para semaforit dhe ai ishte një tip nga këta tipat e fortë, nga këta që kishte vesh një xhup me pellush. Tip kështu era i strefik e bombon. Mirë që kruajti undën edhe i doli gishti këtej nga truri vogël, po i futi edhe një të pështyr këtej edhe vazhdoi rrugën. Edhe unë si që isha mbylla xhamat, se gjithmonë kur shaj në makinë unë i mbyll xhamat, kuptohemi. O trap, o budall, po qa bëma, po t'jeni, që më që ky popo, më idiot, më debil, më budall, më... Tha, gure, po mbaje vetëm, më mblidhe vetëm, po që bën kështu, po budalla, që ti bëjmë, budalla? Si bëjmë budalla? Po budalla, tha, hapi rrugë. Me qëra fjalla, nuk e kam kuptu kur. Pse ne shqiptarët kemi këtë shprehjen
budallait hapi rrugë. E fal. Qofse je budallai, ik spital më vlla. Imagjinoni veten ti duke ecur të del njëri përballë, edhe thot hape rrugën. Jo, hape ti rrugën. Jo. Ma hap rrugën se jam budalla. Që ke budalla, vazhdo. Ja hap rrugën budallait. Budallai shtroi në spital. Dhe sigurisht pastaj, mas tyre këshillave, erdhi dhe momenti i cili ma hoqi zarin, nuk e di se sa e bët ju, po ne e bëm 3 muaj, momenti i karantinës. Karantina një tmerr i vërtet, 3 muaj pa punë, ha, pi, ri. Aty në balkon, shqyqy që kemi balkon, pa punë, artist. U kujtova për shembull që dikur kam pasur numër nipti, edhe thash që ta përfitoj këtë pagën e luftës, të rrogën e luftës që na dhan neve atje, pagën e luftës. Hapa celularin, se shqyqy që kemi internetin, që updatojmë nga i qik, edhe hyra ke QKB-ja, ke qendra kombëtare e biznesit. Edhe i shkujta Romir Zalla, niptin e Romir Zallës të lutem, QKB-ja nga krau tjetër më shkruan, a jeni robot? I shkujta, jo, jam artist, nuk ka pak lufte. Që të bëja? E shtyva si e munda, mora në telefon për shumë një dit, një shok e thash, pa më si po e shtyrë më buri, tha se po që mënde, tha, unë e kam zgjidhur këtu në balkon, tha, mbjell çdo ditë, tha, i kam mbushur të gjitha vazot, tha, mbjell, tha, nenexhiqe edhe borziloqe. Shumë mirë, thash, vazhdo me borziloqet, unë thash, kaktusa kam këtu, thash, edhe ujita ca kaktuse mu bë balkoni si xhungël. Derisa një moment më në fund dola, se sigurisht edhe duhet të blinim ndonjëherë buk. Ndërkohë, para se të dilja, lexova ca këshilla të tjera që kam qef edhe ato t'i ndaj me ju, për shembull, ishte një këshill, ishte një këshill. Mbi 180 je më i ekspozuar ndaj virusit. Këtu u shqetësova shumë. Një këshill tjetër thoshte për të luftuar Covidin bëjnë mirë rakia dhe masturbimi. Sa raki kam pi ato 3 muaj. Edhe ti. Mi pa pastaj provova njërë këtë të dytën, por nuk e bëra dot, sepse se ku lexova një këshill tjetër që thoshte mos rini shumë në banjo me celular. Pastaj një këshill tjetër ishte kujdes, mjekra e pengon maskën. Kështu që Oqa dhe mjekrën e kam pasur më të gjatë, atëherë Oqa fare, dhe po thoja kur zbrita ke dyqani bukës, më thot si bukës, pas ka hequr mjekrën, shumë mirë. Po juve thash, ju pas kanë vënë maska, ja u pas kanë marrë masat, ne po na marrin frymën, tha, frymën po na marrin. Po bëre shumë mirë, tha që Oqe maskën, tha se tani tha ngjan tha si 10 vjet më i ri, tha se me maskë, tha ngjaja se si 57 vjeç. Bëra një llogari, 57, 10, 47. Thash, po unë kaq jam, i thash. Nuk e se pas ka fitur një gjotë madhe. Gjithsesi, problemin tim më të madh, e di se cili kam që pikërisht në momentet kur jam vërtet i stresuar, shumë i stresuar, sidomos kur kam probleme në shtëpi, ku diun, digjet buljeri, çajt radiatori, pikon çatia, ku diun, pikërisht nuk kam lek apo kam borxhe, pikërisht ato momente më bie gjithmonë një telefon me numër të panjohur, unë ngre dhe më thot, alo zoti Zalla, po i them. Ju marrim nga kompania filan, juve sa po fituat një dyshek. I them nuk e dua. Okej, nëse s'doni dyshek, neve mund t'ju ofrojmë mallra me çmime të ulta, kemi për shembull nëse juve doni kosh me vrima ose tas Evolution ose tenxhere me kapak me kokë Swarovski, i them nuk du. S'ka mundësim, duhet jenë duke më një kamera të fshetë, sepse gjithmonë më merr telefon kjo goca kur unë jam i stresum. Dhe përfundimisht, për ta hequr stresin, do t'ju jap edhe juve një këshill, bëni kështu siç bëj unë. Unë nuk shikoj televizor. Hera e fundit që kam parë televizor, edhe këtë do t'ja u tregoj dhe me këtë do ta mbyll, ka qenë një emision ku ishte një moderatore që ishte ftuar një vipe. Kjo moderatorja sigurisht shqipja e kësaj ujë. Kjo film, firëm, zhurëm, porëd. E pyet një moment kjo moderatorja këtë vipen, i thot për juve, thot si femër, thot si personalitet, për shumë, sidomos si femër, publiku jonë është kurios, jemi kurios të dim, kush është organi, do me thënë të themi pjesa më e preferuar e një mashkulli për ju, edhe ajo që i përgjigjet.
Varet. Po sigurisht që varet. Dhe sigurisht mbas kësaj përgjigje, domethënë finale, mbas duar trokitjeve, moderatorja e mbylli dhe tha, natën e mirë, tha, dhe nga unë moderatorja e këtij emisioni, për të gjithë ju tha, një përfaqim. Aty unë e mbylla televizorin dhe që atëherë nuk e kam hapur më, televizori është aty si një kuti e zezë, kështu që edhe nga unë për të gjithë ju një përqafim sigurisht, edhe ju lutem mos qeshni shumë se kam dhe i problem që kur them në një gjë për të qeshur, gjithmonë mbasi qeshin njerëz thonë sa budall që je. Faleminderit shumë.